Sa herë që bëjnë ndonjë defekt në ura, Stojan Çangelov, drejtor në Qendrën për Menaxhimin me Krizat, menjëherë dilte në vendngjarje. Para 4 muajve doli te ura në Vizbek dhe pastroi gurët, e nuk la pa vizituar edhe personat që u sulmuan nga arushat. Por kjo aventurë në Qendrën për Menaxhimin me Krizat pritet të mbarojë, pasi me gjaz do të shkarkohet për shkak se dha dorëheqje nga koalicioni me LSDM-n për të kaluar në VMRO-DPMNE. Përpara mediave tha se ka raporte të mira me kryeministrin teknik Talat Xhaferi dhe se do të respektojë çdo vendim që del nga qeveria. За воля на вистината, премиерот Талат Джафери вчера попладне ми се јави на телефон, разговаравме и ме извести за неговата намера дека ќе покрене иницијатива за мое разрешување. Тоа го прифаќам, тоа е нормално, се работи за нормален политички маневар, имајќи во предвид дека ја напуштаме, односно излегуваме од владината коалиција. Доколку владата се согласи со предлогот на премиерот Талат Джафери и смета дека треба да бидам разрешен, јас без противење ќе ја прифатам нејзината одлука. Por nëse e shkarkojnë nga pozita drejtor i Qendrës për Menaxhimin me Krizat, për çfarë do t'i vi keq? Мене за ништо не ми е криво и за ништо нема да жалам, затоа што се разбира дека има убави моменти од моето директорување во ЦУК, но беше исклучително стресно и напорно, бидејќи бел ден не видов. За жал, сите неубави работи, без малку сите несреќи се случуваат преку викенд или во попладневните часови. Nga qeveria për televizionin 21 konfirmojnë se qeveria ka vendosur që në seancën e radhës të sjellë vendim lidhur me shkarkimin e Angelovit. Ndërkaq kështu nuk u shpreh në Facebook duke komentuar disa tituj të portaleve se një komandant i UÇK-s do të shkarkojë një general të forcave të sigurisë. Ai ka theksuar se sado që nuk i pëlqen dikujt, përfshirë edhe vetë atë, është fakti pamohueshëm se ish komandant Forina nga UÇK-ja është sot kryetar legjitim i qeverisë së Maqedonisë. Ndryshe Talat Xhaferi më herët shkarkoi 2 ministra, Azir Aliun dhe Fatmir Mexhitin, për shkak se u rreshtuan në opozitë.